Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Tema radhës nga libri për shkrimit të xhenetit të dietarit të madh të Islamit Ibn al-Qayyimit, Allahu më shiroft, thot: çfarë është përmendur rreth tregut të xhenetit? Çfarë është përmendur rreth tregut të xhenetit? Dhe se çfarë Allahu i lartësuar ka përgatitur për banorët e tij për të xhenetit në të. Pra në këtë temë na tregon që në xhenet pasra një treg. Cili është kuptimi me këtë treg? Bëhet më i qartë nga hadithi i temës që sjell autori, dhe që është hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: vërtet që në xhenet është një treg. Në xhenet ka një treg në të cilin njerëzit vinë çdo xhuma. Në të cilin njerëzit vinë çdo xhuma. Dhe fryn aty era e veriut. Fryn aty era e veriut, e cila përplaset, pra u vjen në fytyrat dhe rrobat e tyre, banorëve të xhenetit që janë në këtë treg. Gjë që u ashton bukurinë dhe hijeshin atyre. Dhe kur ata kthehen tek familja e tyre, pra ata që ishin në treg, u thonë, kur kthehen tek familja e tyre, kthehen më të bukur dhe më të hijshëm, dhe familja e tyre u thot: wallahin, betomi me Allahun se ju jeni bërë më të bukur dhe më të hijshëm se sa kur ishit me ne. Pra, se sa kur u larguat nga ne. Dhe ata i kthehen dhe u thon pra familjes së tyre: edhe ju wallahin, edhe ju betomi me Allahun, jeni bërë më të bukur dhe më të hijshëm se sa kur u larguam ne nga ju, se sa që u lam. Ky është hadithi dhe thot autori Ibn al-Qayyim, Allahu më shiroft, se gjithashtu hadithin përcjell Imam Muslimi në Sahihun e tij. Gjithashtu thotë se përcjell Imam Ahmedi në librin e tij El-Musnad, se ka thënë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, në të ka duna nga misku. Dunat janë ato si kodrina, si malore të vogla në shkretë të tir. Keni parasysh? Si kodrina të vogla, malore të vogla në shkretë të tir. Në të pra ka duna nga misku. Dhe kur ata vinë në të, pra në këtë treg, u fryn atyre kjo erë. Pra u vjen atyre era nga këto dhe merr të miskun që është nga këto duna, dhe u përplas atyre në fytyrë dhe në rroba. Ky është hadithi i temës. Çfarë kuptojmë nga ky hadith? Së pari, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, në treg ka një xhenet. Në xhenet ka një treg. Në xhenet ka një treg. Cili është kuptimi me tregun? A është kuptimi me tregun këtu ai treg që njohim ne në dynja, pra ku njerëzit shkojnë, blejnë, ndërsa disa të tjerë shesin? Jo, nuk është ky kuptimi. Sepse në xhenet asgjë nuk përfundon, asgjë nuk humbet, asgjë nuk mbaron. Që të lindi si nevojët e banorëve të xhenetit që tu duhet të shkojnë ta blejnë në treg për ta pasur. Jo. Çfarë kanë bet për gjithmonë. Nuk mbaron asnjëherë. Dhe kuptimi me tregun thonë është vendi ku mblidhen banorët e xhenetit. Ashtu si në tregjet e dynjas, banorët e dynjas, alayhis salam tullah. Banorët e dynjas mblidhen për të blerë, për të qitur, edhe në xhenet ka vende të tilla ku mblidhen banorët e xhenetit. Mblidhen banorët e xhenetit dhe takohen me njëri tjetrin. Por gjithashtu thonë, interpretim tjetër mund të jetë se ky është një vend në të cilin shfaqen, serviren gjëra të ndryshme, të renditur, gjëra të mira, të bukura, të dëshirueshme, të renditura bukur, siç bëjnë tregtarët me mallin e tyre që
e nxjerrin më të mirin, e rendisin bukur, pra që të jetë tërheqës e tjerë e tjerë. Pra, ajo që duhet kuptojmë është se nuk bëhet fjalë për një tregë ku shitet dhe blihet. Sepse as tregtari nuk ka nevojë të shesi për të fituar diçka, sepse është në xhenet, s'ka nevojë më për asgjë. Por as blerësi nuk ka nevojë të vi dhe të blejë diçka sepse i ka mbaruar, sepse në xhenet nuk mbaron asgjë. Por është një vend takimi, një vend grumbullimi i banorëve të xhenetit. Që vinë çdo xhumë, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Kuptimi çdo xhumë, çdo javë. Vinë çdo javë. Por u përmend xhumaja si dita më e rëndësishme dhe kryesore e javës, dita e ngjarjeve të mëdha, ditë në të cilën u krijua Ademi alayhis salam, u fut në xhenet dhe u nxorr nga xheneti, ditë në të cilën do të bëhet edhe kiameti, në ditën e xumë. Dhe kuptimi këtu me javën nuk është një javë në xhenet, sepse në xhenet nuk ka diell, nuk ka hënë, që të jetë llogaritje ditë natë, si në dynja. Por në këtë mas kohore, si në dynja, do të shkojnë ata në këtë treg të xhenetit. Do të shkojnë. Dhe vjen në transmetime tjera, në hadithe tjera, se aty do të shojnë edhe Allahun Azza wa Jall, pra do të jetë edhe shikimi i Allahut subhanahu wa taala. Por kjo është një temë e veçantë që do të na vijë. Dhe kur shojnë atje u fryn era e veriut. Cili është kuptimi me erën e veriut? Me erën e veriut, këtu është kuptimi era e veriut në dynja për banorët, për arabët e gradishullit arabik. Sepse kur atyre vinte era e veriut nga Shami është mbi ta, kush e ka parasysh hartën, vinte erë që silte dhe re shiu. Dhe një erë e tillë për banorët e shkretëtirës është e dashur. Pse? Sepse paralajmëron që do të jetë shi. Dhe dihet rëndësia dhe dëshira për shi për banorët e një vendi të shkretë. Prandaj kuptimi era e veriut, pra erë e mirë. Erë e mirë, e bukur. Erë që ka si hariq, që sjell hajër të madh. Dhe u vjen atyre pra u përplaset në fytyrat dhe në rrobat e tyre. Përmend kuptimin fytyrat, trupat, në tërë trupin. Jo vetëm në fytyrë. Por përmendet fytyra si pjesa më e rëndësishme e aparencës së njeriut. Prandaj dhe besimtari, se pjesën më të rëndësishme të aparencës së tij e vendos në tokë, në sejdë për madhërimin e të lartësuarit. Dhe pikërisht për këtë gjë, profeti alayhis salam tha se koha, momenti kur jeni më afër me Zotin tuaj, kur ju jeni në sejdë, prandaj lutuni në të. Ti përulesh për Allahun, Allahu të ngren. Tjetri refuzon të përulet në atë formë, thot, pse kush jam unë, Allahu e nënçmon dhe poshtron. Kush ju përul Allahut, Allahu e nderoj dhe lartësoj. Kush e refuzoi përuljen ndaj Allahut, për çmim mori në dynjë dhe në ahiret. Pra u fryn, kjo erë u vjen si flad në trupat dhe rrobat e tyre. Ata janë shumë të bukur banorët e xhenetit. Dhe rrobat e tyre janë të mrekullueshme. Por kur fryn kjo erë, bukuria e tyre bëhet më e madhe. Rrobat e tyre bëhen akoma dhe më të bukura, më të hijshme, më të stolisura. Dhe më pas, kur kthehen te familja e tyre, kuptimi me familjen është bashortja apo bashortet që patën në dynja, pra nga njerëzit, dhe hyrijet, gratë e krijuar në xhenet entras për besimtarët. Pra i presin në shtëpi. Kur vin, u thot familja e tyre, wallahi i thot jeni bërë më të bukur se ç'ishit, se ç'u larguat nga ne. Pra një bukuri që vihet re. Dhe i bën përshtypje tjetrit kur e sheh, aq bukuri e madhe është. Aq stoli e madhe është në rrobat e tyre. Dhe ata ishin shumë të bukur para kësaj. Pse? Sepse ishin banorët e xhenetit. Dhe këta u thon bashorteve të tyre, wallahi i thon, edhe juve jeni bërë më të bukura, më të hijshme se sa kur u larguam, se sa që u lam.
se sa që lam juve. Gjë që tregon se kjo erë, si çdo të vinë në transmetimin e radhës që do lexojmë, që prek banorët e xhenetit që janë në tregë, dhe në hadith kuptohet që ata që shkojnë në tregë janë meshkujt. Në të tregë të xhenetit janë meshkujt, femrat janë në shtëpi. Por qëndrimi i tyre në shtëpi nuk i privon që edhe era të vijë dhe të hyjë në ambientet e shtëpisë së tyre dhe t'u jap atyre bukuri në fizik dhe në stoli në rroba akoma dhe më shumë. Por u vjen edhe atyre. Thon dietarët, ashtu siç meshkujt dilin nga shtëpiat e tyre për të falur namazin në xhami, për madhërimin e Allahut, ashtu dhe në xhenet dalin dhe shkojnë në të tregë. Dhe ashtu siç gratë e kishin rregull që ta madhëronin Allahun me namaz në shtëpitë e tyre, kjo erë u vjen atyre dhe në shtëpi, nuk i privon nga kjo bukuri që sjell me vete. Dhe në transmetimin tjetër të saktë nga hadithet e sakta që sjell autori, përcillet po nga Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, banorët e xhenetit do t'i thonë njëri tjetrit, ejani të shkojmë tek tregu. Ejani, shkojmë tek tregu, pra është një vend që e njohin, e duan. Dhe kur shkojnë atje ka duna. Pra duna apo male vjen këto. Dhe kur kthehen tek bashortet e tyre, ato u thonë, ne ndjejmë për jush një aromë që nuk e ndjenim para se të largoheshin nga ne. Pra janë të parfumosur nga qëndrimi në të tregë të xhenetit, me nga era që frynte, që kur frynte kjo erë, frynte të këto duna misnu, i merrte dhe gjërat tjera të bukura që ka në xhenet dhe u ahudhte atyre në fytyrë, në trup, në rroba. Dhe prej aromave të mira, prej bukurive tjera të xhenetit. Dhe ata u thonë, edhe ju gjejmë juve me erë dhe me bukuri më të madhe se sa kur ju lam. Ndërsa në transmetimin e radhës, po nga Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu thot, në xhenet, se profeti alayhis salam ka thënë pra, ka gjykimin e hadithit, në xhenet është një treg në të cilin ka duna nga misku, dhe në të banorët e xhenetit grumbullohen, takohen, piqen me njëri tjetrin. Dhe Allahu i lartësuar u dërgon atyre një erë që hyn deri në shtëpitë e tyre, siç e përmendëm më parë. Pra, meshkujt janë në të tregë, femrat në shtëpi, por prap era e mirë, që ka të misk me vete dhe të tjera bukuri, u vjen atyre dhe në ambientet e shtëpisë. Hyn në shtëpitë e tyre dhe kur ata kthehen tek familjet e tyre, pra tek bashortet, ata u thonë se jeni të thyer më të bukur, më të hijshëm se sa më parë. Dhe ata u përgjigjen, i thonë familjes bashorteve të tyre, edhe ju jeni më të bukura dhe më të hijshme se sa që lam më parë. Kjo është tema me, normalisht autori sjell dhe argumente të tjera, por ne lexuam ato që ishin të sakta në bazë të gjykimit që kanë dhënë dietarët. Na tregon se nga bukuritë e xhenetit dhe nga mrekullitë e xhenetit është ky vend ku do të takohen banorët e xhenetit, do të piqen me njëri tjetrin dhe do të jetë temë e veçantë kjo gjë. Dhe do të zbukurohen, do të bëhen më të bukur, rrobat e tyre do të jenë më të hijshme, aroma e tyre, era e tyre do të jetë akoma dhe më e mirë saqë do t'u bëj përshtypje të tjerëve kur t'i shohin. Elusim Allahun Azza wa Jall na bëjnë nga banorët e xhenetit, na japi sukses në çdo fjalë dhe vepër që na afron me xhenetin, na ruaj nga zjarri i xhehenemit dhe nga çdo fjalë dhe nga çdo vepër që na bëhet shkak që të hyjmë në xhehenem. Wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.